Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Ju kërkoj ndjes për zërim pasi jam me viroza, por pavarësisht kësaj vazhdoj që të ndaj receta me ju. Sot kam përgatitur byrek me mish pule, nuk e di a keni provuar apo jo, por për mendimin tim ky është një nga byreket më të shijshëm që kam provuar ndonjëherë. Unë e kam përgatitur tek kuzhina e mamit dhe u bë vërtet shumë i mirë dhe të gjithë e pëlqyen jashtë mase. Në një tenxhere kam shtuar një pulë të cilën e kam ndarë në copa, krip dhe ujë dhe e kam vendosur të ziej. Ndërkohë që pula zihen me vaj ulliri, kam skuqur 2-3 qep të ndarë në copa, kështu si shihni në video. Këtu kam gatuar me mbesën time, e cila donte që të më ndihmonte, është shumë e vogël dhe ja bëra qefin duke lënë që të përzinte pak qepën ndërkohë që skuqej. Pasi ka marrë këtë ngjyrë, mishin e pulës do ta pastrojmë nga kockat dhe e shtojmë në tigan duke shtuar edhe krip. E përziej masën dhe është gati. Shtrojmë petët në tepsi, petët të pjekura, nëse keni mundësi që t'i piqni vetë akoma më mirë. Unë i kam marrë të gatshme dhe i ndajmë pjesë pjesë duke i vendosur në tavë, duke shtuar edhe gjalp të shkrirë. Për këtë tavë kam përdorur 150 gram gjalp. Në çdo shtresë pete të shtojmë gjalp, mishin e pulës me qepën dhe nga lëngu i pulës. Jo shumë lëng, jo më shumë se ç'duhet, pasi në mënyrë që mos ju dal shumë i qullët byreku. Vazhdojmë kështu duke ngjeshur her pas here me duar, pasi do vini re që nuk do jetë nevoja ta ngjeshni vazhdimisht, pasi me lëngun e pulës petët do të zbuten dhe do të ulen vetë. Unë kam vendosur poshtë tavës edhe një letër kuzhine, kjo është sipas dëshirës. Do vazhdojmë kështu derisa të mbarojnë petët e pjekura. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni like dhe të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Siç e shihni, unë vazhdoj të vendos petët e pjekura, një pako kishte rreth 10 pet, por unë për këtë recetë kam përdorur vetëm 7, pasi tava u mbush aq sa ç'duhej dhe më mbaroi masa e mishit dhe e qepës. Dhe e kam pjekur në 200 gradë derisa të jetë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës. O zot, çfarë aromë që kishte. Unë për mua ishte hera e parë që e përgatisja tek mami dhe ata e pëlqyen jashtë mase shumë. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni pasi bëhet vërtet shumë i mirë. Nëse ju pëlqen kjo recetë, pres përshtypjen tuaj në koment.